Live from Tirana në Top Albania Radio. Drejt për së drejti Pamela, apo ndjek video në TikTok. Zonja dhe zotrin, po dëgjoni Live from Tirana në Valja Top Radio. Pamela Shqezi na është bashkuar tashmë në studio. Sa muaj ke që nuk vjen? Nuk ka rëndësi ka që sa herë vi me shumë dëshirë dhe dashuri. E vërtet. Si ke qenë ti? Si je? Kam qenë shumë mirë. Se herën e fundit që thash ndodhen gjëra. Kam qenë shumë mirëndje, shumë angazhuar me emisionin tim të diella, sa te një beach bar, te një party, te një tjetër, e dashuroj punën që bëj. Sa në një beach bar. Beach bar. Ke rikthyer rubrikën E kam rikthyer rubrikën e diell, jemi çdo të Party time apo? Po, summer party është si vjet, duke qenë se është për pjesën e verës. Kemi çdo javë ndonjë risi, është diçka shumë interesante, cila mua më mban shumë, domethënë në verë jam shumë e karikuar për të bërë shumë punë në ditë. Pamela, sa vjeç u bëre ti? Si sa vjeç u bëra? Sa vjeç je? Nuk më vjen keq rondi. Se ti bën pjesë tek Unë jam të 20-at e mia. E kuptoj, Po nuk dua ta them se kur shkoj 40, do bën llogarit edhe do dali, do sham kur të jem 40, kur të jem 50, dua të them që jam 40 dhe s'do ta lë. Po kur të mbaroj do ta them. Në këto vite ose këto vite së fundit që ti je marrë dhe me media, domethënë çfarë ke kuptuar, çfarë ke mësuar? Domethënë tani ti ke bërë një pit stop dhe ke bërë një reflektim me veten, një retrospektivë. Cilat janë mësimet që ke marrë dhe çfarë ke kuptuar që ti do të bësh me jetën? E para punës, gjëja që kam kuptuar shumë e rëndësishme në televizion, është që nëse ti je i aftë ja del. Kam nevojë shumë ta them këtë gjë. Unë punoj së bashku, punojmë në një nga mediat më të mëdha në Shqipëri dhe patjetër që ka dhe stereotipe të tipit që kush e mori emisionin, si e mori etj. Nëse ti ke një vlerë për shoqërinë dhe di të bësh diçka shumë mirë, pra që të punosh në televizion më të mirë, duhet dish ta bësh shumë mirë atë që bën. Unë mendoj që meritën tënde nuk ta merr njeri. Edhe e them shumë seriozisht të gjën, edhe unë për aq sa kam dhënë, sepse njeriu do ta llogaris me veten e vet për aq sa i jep. Dhe unë për aq sa kam dhënë, për tip që jam unë me norma dhe me parimet e mia që deri diku mund të shkojnë, unë benefitet e mia dhe feedbackun tim e kam marrë. Dhe jam shumë falenderuesa dhe mendoj që për gjithë njerëzit që thonë ndryshe, ose nuk janë të aftë, ose se kanë provuar fare dhe flasin me fjalët e të tjerëve. Dgjoj, e di çfarë mendoj unë, jo vetëm në media, por edhe në muzikë për shembull. Ti ke njerëz që janë shumë talentuar por nuk ecin. Rrinë në stand-by. Thjesht disa njerëz nuk din ta shesin veten, nuk din të bëjnë dile. Kjo jetë është thjesht çështje dilesh, marrëveshjesh, lëvizësh të zgjuara, pra të punosh me zgjuarsi. Jo të punosh hard, siç ka qenë dikur, work hard, zgjon në mëngjes, puno fort, ti mund t'ja dalësh, jo. Mund të punosh pak orë, po mund të punosh me zgjuarsi dhe mund të kesh rezultate, ose suksesi pastaj është personal. Çfarë sukses për mua nuk është sukses për ty. Në këtë moshë që je, në këtë pikë të jetës që je, ndihesh e plotësuar? Po, ndihem shumë e plotësuar, mendoj që unë jam një vajzë që e kam nisur karrierën pak vonë, relativisht po themi në 24-tat e mia që po themi televizioni niset zakonisht 18-19, me shumë njerëz kundër të tipit që je shumë vonë dhe kjo ka hyrë më herët se ti dhe ti nuk do t'ja dalësh, por faktikisht jam shumë e lumtur që vendosa ta ndjek ëndrrën time. Nuk ka qenë e lehtë, por nuk ka qenë aq e vështirë sa unë kam dashur këtë gjë. Kanë qenë hapa shumë të vegjël, por kjo është mënyra se si mua më pëlqen të bëj gjërat. Kështu që jam e plotësuar, patjetër që ka shumë gjëra që unë dua t'i arrij, por për momentin këtu ku jam, faleminderit Zotit, ndihem mirë. Mund të kesh sukses në Shqipëri? Po, unë e kuptoj suksesin si një gjë që jam shumë kontskiente çfarë duhet të jap. Dhe nëse unë nuk arrit ta jap, unë e drejtoj gishin te vetja. Nuk jam asnjëherë të them pse populli shqiptar nuk çmendet mbas meje. Jo. Unë them çfarë kam dhënë këtij populli, deri ku arrin çmenduria ime, deri ku arrin inteligjenca ime, deri ku arrin pozitiviteti im, dhe sa hapësirë kam pasur unë për ta shfaqur këtë gjë. Pra aq hapësira sa kam pasur, e kam feedbackun të mirë. Nuk është se, domethënë, po Roni, me mua është pak problem të bisedat se unë kam autokritikën shumë të lartë. Unë nuk doja vë kur gishin pra ti merresh me veten dhe jo me sistemin, jo me vendin. Mua dhe po më hoqën nga puna, unë mund të arrij në atë pikë, më ka ndodhur që kam thënë, "Okej, ka të drejtë që më ka hequr."
Do më aq të lartë e kam unë autokritikën sepse mendoj që duhet të jem ose më e mira pra nuk jam person që jam mësuar t'ia vë gishin të tjerëve për humbjet e mia. Pra nuk kam mentalitet viktime. Mentalitet viktime ose për gjetur fajtor nuk kam mentalitet viktime fare. Se ka plot është kjo sindroma e mentalitetit të viktimës, madje o do gjejmë fajtor fatin e keq. Fajtorin edhe çfarë? Ose shumë njerëz në Shqipëri mendojnë që jeta nuk po ecën se i kanë bërë dhe magji, ë. Po, ja lëm me magji. Është edhe këto. Shikoj, njeriu kur nuk ka forcën ta pranoj gjën, pra unë futem te njerëzit që jam shumë koshient, kam një koshiencë shumë të lartë, domethënë që arrin në nivele shumë dhe unë nuk arrit ta kuptoj si janë gjërat në të vërtetë, ku qëndroj unë, pra as nuk e mbivlerësoj dhe as nuk e nënvlerësoj veten time. Dhe shumica njerëzve kanë shumë probleme dhe shumë iluzione. Edhe gratë për shembull jetojnë me iluzione të jetën. Ka një problem madh me iluzionin. Edhe një miku im ka një shprehje shumë bukur, thotë që nëse shqiptarët do lexonin pak filozofi, do ishin shumë më të lumtur. Pak. Filozofia dhe shqiptarët janë dy vija paralele. Të ndihmon shumë filozofia. Të ndihmon shumë për të kuptuar. Mua më ka ndihmuar shumë. Qartë. Dgjoj, do të flasim vetëm pas pak, ishte sa për nxemje, për gratë independente, por që shqip përkthehet gratë e pavarura. A ekzistojnë vërtet gratë e pavarura dhe a mund të jetë një grua e pavarur në këtë sistem vetëm në Shqipëri, o kudo në botë, apo gjithmonë ka nevojë për një krah nga mbrapa? Këto dhe të tjera vetëm pas reklamave. Top Albania Radio në Live from Tirana, unë jam Ronaldo në studio me Pamelën për të diskutuar për gratë e pavarur. Pamela, çfarë është një grua e pavarur sipas botë kuptimit tënd? Okej, një grua e pavarur është një grua e cila nuk ka nevojë për ndihmën e dikujt tjetër, qoftë mashkull apo femër. Qoftë mashkull apo femër, pa dikujt tjetër. Sepse të varet vetëm nga mashkulli, mund të varet nga një. Po dhe nga familja, nga çdo gjë mund të varet ekonomikisht. Pra mund t'i plotësoj nevojat dhe dëshirat e saj në saj të punës së saj. Pra, kjo është një grua e pavarur. Kjo është një grua e pavarur. Okej, një grua e pavarur që bën këtë punën, mund të bëj një jetë të mirë, se s'duhet përmend fjalën luks, se kur themi luks krijojmë një rritim. Po. Një jetë të mirë, super. Vetëm duke punuar? Po, mundet. Unë personalisht e kam parë dhe kam vëzhguar pjesën e pavarësisë së vajzave në vitet e fundit. Dhe ajo që kam vënë re është që vajzat e talentuara, qoftë dhe një vajzë që bën thjesht shërpik, ose bën thonj, ka një profesion. Pra, nuk ka nevojë të kesh ndërmarrje, kush e di se çfarë. Po s'ka nevojë me 500.000 punëtorë, se për të qenë e pavarur. Sepse në Shqipëri të jesh e pavarur. Dëgjoj, njerëz nuk kuptojnë gjë. Ka njerëz në Tiranë që bëjnë lek me dyqan të vogël fare. Këtë pra po them që se konsiderohet se kur firmat e pavarura janë këto vajza që kanë një supermakinë të fundit, po ta sqarojmë se direkt kur thua pavarur, ke një çantë të mirë, ke makinën e fundit, ke nuk është ajo pavarësi. Pavarësia është të darkën ose të blesh të çantën pa i kërkuar lek dikujt, kjo është pavarësi. Po pra, vetë kjo pavarësia ekziston edhe në Shqipëri. Po thash, është koncepti i gabuar që ne mendojmë një grua e pavarur dhe na vjen një grua në subkonsciencën tonë, një grua ekstremisht e veshur mirë, e mbajtur që vetëm flokët kush e di sa i kushtojnë, jo. Një grua e pavarur është një grua që punon, një punë ose edhe dy punë, edhe i plotson vetes. Ose ka një biznes të vogël të saj. Po, nevoja dhe dëshirat, edhe pra nuk është e varur, pra është e pavarur, nuk është e varur nga i familja, partneri, ku ta di unë, për të bërë jetën që ajo ka dëshirë. Sepse unë mund të jem e pavarur edhe me 2000 euro në muaj, mund të ndihem e pavarur. Një vajzë tjetër thotë, i plotson ato. Po, për mua mund të bëj një jetë shumë të thjeshtë, unë them jam e pavarur, nuk jash 3 dorë njeriu as për të ngrënë, as për të pirë, as për të pirë një gotë, as për të shkuar një ditë në plazh, s'kam nevojë ta marr shezllon 100.000 lekë, po e bëj me çadër dhe unë ndihem e pavarur. Ndryshe nga një person tjetër që thotë unë duhet të jem i pavarur me 20, me 50 apo ku ta diun. Kështu që dhe çështja pavarësisë në veten e vet. Ja, dhe limitet që ne kemi. Po, ndryshon. Por që patjetër që ekzistojnë vajza të pavarura, nga vetë fakti që është ulur shumë dhe numri i marrëdhënieve serioze dhe nuk po dëgjojmë më martesa gjëra. Po nga kjo pavarësia pra ka ardhur, se po të ishte fake, do duhej patjetër të miksosh të bashkohesh me dikë për të forcuar dhe ekonominë. E kam dëgjuar këtë se po flisja një ditë me një mikun tim sociolog për numrin e divorceve, i cili në 2025 në Shqipëri ka qenë goxha i lartë, gati aty në raport e martesa. Dhe thash pse?
Dhe më shpjegoj shumë bukur, tha dikur njerëzit ishin të detyruar për shkak të moralit së pari, çfarë do thot familja, fisi gjithë me radhë, por edhe për shkak të kushteve ekonomike të mos ndaheshin. Sot njerëzit janë dhe të lodhur e para, mundësinë për të jetuar vetëm e kanë, edhe thonë di çfarë plako? Vazhdo, shif rrugën. Prandaj njerëzit sot ndahen më shpejt dhe më thjesht, se kanë më shumë pavarësi ekonomike. Po, është e vërtet kjo gjë, dhe në fund të ditës më mirë një divorc se sa një martesë e palumtur. Dhe vështirë. Do me thënë, njerëzit e marrin shumë gusht. Nuk po them që divorci është i bukur, po dhe më një martesë toksike pa dashuri, as ajo nuk është e bukur. Do me thënë, duhet gjesh në një situatë, duhet gjesh të kishen më të pakët, po themi. Dhe nëse një çift arrin në pikën që nuk ka dashuri, nuk ka respekt, nuk i shkohet në shtëpi në darkë, më fal, për çfarë jemi me njëri tjetrin? Nuk e kuptoj se, domethënë, duhet të lidhi dashuria, jam dakord, ti mund ta bësh një sakrificë për familjen, po dhe ai fëmijë që i shikon prindit vetëm duke u zënë, dhe një baba që nuk vjen kurrë në shtëpi, ose një nënë të irrituar se babai nuk i jep dashuri, e të tjerë, ku është e shëndetshme këtu? Ty të shqetëson si vajzë e rritur tashmë që mund të shohesh, si më thënë në këtë moshë, në këtë pikë të jetës, një mashkull potencialisht për të martuar, por që dëgjoj shpesh nga të dyja gjinit, edhe çunat thonë që jemi vetëm, pra pavarësisht që mund të bëjnë një jetë seksuale shumë aktive, thonë ka pa këtë ndrëlla, por në fund në thelb ankohen që nuk gjejnë dikë për të kaluar jetën. Po dhe me gosat është kjo që në thonë nuk gjejmë çuna serioze vlla, që mund të ndërtoj një jetë, pra janë aventurier. Ty të shqetëson kjo? Unë e kam vëzhguar, po e kam vëzhguar dhe më shqetëson, por unë mendoj që kushti kryesor, shkaku kryesor i mos krijimit të marrëdhënieve serioze është sepse vajzat edhe djemt kanë pretendime normale mbi atë që ofrojnë. Do me thënë nuk e di kur do marrin fund këto pretendime, se vjen një vajzë... edhe sikur s'ka nerva, më duket sikur s'ka nerva. S'është çështje nervash, është çështje që si një vajzë 20 vjeç, që s'ta ka hyrë në jetë, edhe si një 35, kanë të njëjtat pretendime, po nuk ekziston asnjë vend në botë që ti të kesh të njëjtat pretendime. Këtu vajzat në Shqipëri... Është depresioni që rëndon mbi çunat, Po pra, tash çunat që kanë një punë që kanë, domethënë edhe po ti takosh, domethënë ndihen të detyruar të gënjejnë për të ardhurat e tyre, sepse mendojnë që ti do t'i gjykosh, sepse shumica e vajzave i gjykojnë. Pra, nëse ti do një jetë të mirë dhe do një partner të një X nivel ekonomik, të lutem shumë, ktheje gishin pa nga vetja. Shife ku je ti. Po shife babain tati herë çka ka bërë babai jot. Po ka dhe një fantazi që mendojnë që mund të përshtatet. Po nga i vjen kjo fantazia për jetën e shpërnduar. Nga telenovelat. Edhe pak nga Instagrami, nga këto jeta e VIP-ave. Domethënë, ne kemi një gjë që merremi shumë me jetën e tjetrit. Kjo duhet të stopojë. Po Pamela, si jetojnë VIP-at shumë shtrenjtë? Se jam kurioz. Si jetojnë VIP-at shumë shtrenjtë? Domethënë VIP-at ka VIP-e ose VIP-a që jetojnë shumë shtrenjtë në Instagram. Po ne nuk është se dim në një rrugë të majme apo janë këngëtarë, se këngëtarët i kuptoj, e kanë 20.000 euro natën për të kënduar, po janë sa njerëz që unë mendoj Roni që pavarësisht çfarë tregohet në Instagram, e para nuk është gjithmonë e vërtetë. Ajo që mund të duket si luks, ajo mund të jetë komplet jetonte shtëpia e dashurit, s'ka shtëpinë e vet fare, mund të ketë një makinë që ka marr dikujt, mund të jetë me pushim, po pra, mund të jetë një gjë fake që ajo nuk i ka as. Janë gjëra momentale dy kushtime për bashkë. Instagram. Pra mund të jetë po patjetër, shumicën e kohës unë nuk besoj që këto kanë vërtet stabilitet ekonomik. Domethënë dalin, unë nuk i besoj për shembull. Unë vetëm po ta di vërtet që kam takuar dikë dhe më ka thënë që Pamela, un kam prona, kam shtëpi, e kam jetën shumë në Terezi dhe un jam pra e kam këtë. Dhe çfarë janë Instagram që më del mua një gocë aty 22 vjeçë me makinë të fundit edhe më bën sikur kam mirëqenie ekonomike, më bën të vjell domethënë. Domethënë 22 vjeçë me atë lloj luksi, domethënë e para unë nuk besoj që ajo ka mirëqenie. Nuk besoj që ajo ka prona për t'i përballuar ato çanta që mban, nëse i ka origjinale gjithmonë se i ka dhe fake. Domethënë mua më bën të vjell, kjo është një herë është super gabim. Po s'po merremi me këtë se është temë e gjerë. Këto nuk janë pra, se këtu shkojmë sërish tek ajo që këto s'janë gratë e pavarura. Jo, absolutisht që s'janë gratë e pavarura. Thash me pavarur është një vajzë që punon gjithë ditën, mund të bëj gjithë ditën çerpik, thonjë ose të shesi diçka, një produkt online të bëj ato pakot në dark, mund të jetë shumë e pavarur dhe mund të ketë kursime dhe mund ta ketë jetën shumë më të sigurt se sa një vajzë që bën karshillik në Instagram. Pra, mos i beso asgjë, unë si mund t'i besosh ti një gjë që si problemi është që këto gocat e reja që sapo hedhin hapat e parë të jetës thonë që kjo që ka jeta.
pse të punoj unë, thot ajo, të lodhën, mbaroj shkollën edhe keq edukimi, pra, dhe keq frymëzimi. Do të shkojmë pak në reklama dhe diskutojmë sërish pas pak çfarë mendon Pamela për gratë që zgjedhin të mos jenë të pavarura, po nuk e kanë problem të jenë të varura nga dikush pas pak. Përpara se të kalojmë se çfarë tek fakti se çfarë mendon Pamela për gratë që janë jo të pavarura dhe e kanë zgjedhje dhe nuk e kanë problem, çfarë është luksi për ty? Atëherë, se unë në shoh shpesh Herikën me pushime robi në jug. Wow, jetë luksi. Po po pushime. Po çfarë luksi? Pushimi është nevojë, nuk është më luks. Makina është nevojë, nuk është më luks. Kemi një koncept super të gabuar për luksin. Po, kemi luksin, ne konsiderojmë një foto Instagrami. Nuk e di njerëzit që ti mund të jesh shumë 5 mëngjesit për të mos kap trafikun, se di dhe kështu historirash, ke shkuar me zi, ke hëngër një drek, një gjë, e ke marrë, ke fotografuar, luks. Luksi i vërtet, Roni, është që të jesh i qetë. Domethënë, të kesh qetësinë, të çohesh në mëngjes me një punë shumë të mirë, me një shtëpi e cila është e jotja. Vil ose minimalisht shtëpi, apartamenti i mirë. Flasi për jetën e mirë, se luksi nuk du ta komentoj se luksin në Shqipëri e kanë shumë pak njerëz. Unë nuk e di se si mund të flasim ne kaq shumë për luksin, kur luksin e kanë shumë pak njerëz dhe ne shumica as nuk e kemi prekur, as nuk e kemi parë. Domethënë, për mua atë luksin. Ne kemi një shprehje që themi luks, edhe këto që thua ti që tash një drek. Unë mendoj që luksi i vërtet është e para të kesh shëndetin, edhe të jesh i qetë. Dhe nëse ti arrin të jesh i qetë me ato të ardhurat që ke dhe me atë jetë që bën, ti ke një lloj luksi. Të gjithë njerëzit e tjerë që janë të irrituar, të frustruar, të mërzitur, domethënë je shumë larg. Plus, kjo reklamimi që mendojnë njerëzit që një çantë e mirë ose një makinë e marr borxh ose një jetë është luks, në fakt nuk është luks fare. Për mua ajo është varfëri. Tua? Është varfëri. Domethënë ti një vajzë që nuk ke absolutisht asgjë, je në ajër, je dhe reklamon jetën e luksit, për mua ti je varfër. Domethënë je shumë e varfër mendërisht. Dhe nëse je varfër mendërisht, do përfundosh edhe varfër fizikisht në mos je. E ke lexuar atë artikullin, besoj se kush ishin blerësit më të mëdhenj të brendeve ishin në shtresa e mesme. Po pra, që duan të duken si të pasur. Është një nevojë për të rikonfirmuar. Pra, mund ta marrësh edhe në një gjë banale. Nëse ti ke mundësi të përballosh një shishe shampanjë, po e marrim banale fare, shkon diku dhe ti ke mundësi ta blesh, automatikisht ti e blen nëse të pihet ose jo. Pra ti je, po duhet blej, ose du ta bleduj, edhe je rehat me këtë gjë dhe edhe reflekton rehatin. Ndryshe, kur ti nuk ke mundësi ta marrësh. Kur do ta bërtasësh atë. Kur nuk ke mundësi ta marrësh, ta porosisësh ti, do bësh çmos për ta marrë, edhe kur ta marrësh, prap nuk do ta kesh qetësinë atij që ka marrë ujë edhe ka mundësi ta marrë. Kupton? Pra është çështje qetësie. Pra luksi është qetësi. Dhe nëse ti nuk je i qetë. Siguri financiare pra. Pra qetësi, nuk më intereson çfarë poston ti në Instagram. Ti mund të postosh dhe gjithë ditën gjëra luksi, por ti nuk je i qetë. Unë të takoj dhe ti je irrituar se nuk e paguaj qeran apo ku ta di unë. Edhe çfarë më interesojnë mu fotot e tua, domethënë është komplet një gjë fake. Dëgjoj, për të rikthyer tek pyetja, ka gra goca që thon, o vlla, unë s'du të jem pavarur, s'më intereson fare të marr këtë flamurin e pavarësisë edhe të marr komente, wow, sa mirë. Unë du të jem e varur nga dikush, nga një mashkull kryesisht, dhe nuk e kam problem se ai më mban dhe më financon. Ti çfarë mendon? Është personale, unë nuk e gjykoj, por kam një koment për këtë. Soft life, pa bërë asgjë në jetë, për mua shumë shpejt do kthehet në një hard life. Domethënë, sepse ti je një aksesor i zëvendësueshëm. Pra ti je me dikë dhe ai thjesht të mban. Pra ti je zero. Po mirë, po dhe ajo si aksesor është, përderisa e merr legët. Po pra, është simbioza ajo. Është aksesor, ajo është çdo gjë, sistemi i asaj për sigurisht çdo gjë. Ndërsa ky sistemi ty të ka si aksesor, dhe ti thua un kam një soft life tani. Po pra se gjykon vetëm femra dhe thonë që këto meshkuj, këto femra i shohin vetëm si aksesor, por edhe kjo goca, këtë mashkullin, që kryesisht mund të jetë i shëmtuar. Kanë marrëveshjen e tyre. Si aksesor e shohin. Pra është marrëdhënie simbioza ajo. Kanë marrëdhënien e tyre. Ajo që unë nuk bie dakord me soft life është që është diçka e pasigurt. Pra është një soft life që mund të zgjasë 1 vit, 2 vite, 5 mund të mbaroj një moment. Unë mendoj që secili individ, mashkull, femër, çfarë do lloj qoftë, duhet të ketë minimalisht një rolin e vet në shoqëri. Pra unë jam
jam shumë pro të qenit të pasurit një rol në shoqëri, të kontribosh sepse dhe do marrësh, sepse dim shumë histori që kanë jetuar këtë soft life-in prej vitesh, pastaj janë zëvendësuar me dikë tjetër dhe kanë përjetuar gjëra shumë të vështira në jetë, sepse nuk e kanë ditë si funksionon si ja del, sepse ti je mësuar të marrësh nga dikush tjetër. Kështu që në këtë parim unë mendoj që është e dëmshme, prandaj nuk jam dakord, se nuk është e përhershme. Ti duhet kesh kontributin tënd në shoqëri dhe kjo gjë do kthehet bumerang. Pra çfarë soft life sot pa arsye të një soft life, se nuk është se ti punove, bëre miliona dhe tani bëj soft life. Do jam dakord unë. Se ke punuar dhe i ke. Edhe tani i ke vënë kompanit, po themi, në rregull edhe ke income-in tënd çdo muaj dhe bën soft life. Po soft life pa bërë asgjë, pra soft life vetëm me një anë të një mashkulli që vjen në jetën tënde, për mua shumë shpejt do kthehet në hard life edhe është shumë e vështirë ta menaxhosh. Kështu që nuk jam pra. Për këtë arsye. E kuptoj. Domethënë po në thelb nuk besoj që gjykon apo se si le ka zgjedhën e vet. Unë para gjykoj sepse unë e kuptoj diversitetin human. Domethënë diversiteti human është shumë i bukur. Unë nuk dua që gjitha gratë jetë independente ose gjitha të jenë soft life. Kjo na bën të bukur, që unë dua të punoj, ti do të rish, një dikush do të bëj familje, një dikush do të shpiki rrotën, domethënë kjo na bën të bukur diversiteti. Tani si mund ta gjykoj? Edhe ajo mund të më gjykoj mua pse unë dua të punoj. S'dua të më gjykoj. Edhe unë dua ta gjykoj atë pse ajo do të punoj. Pra, thjesht po themi pasojat, çfarë ndodh nëse ndodh, po çfarë do gjykojmë ne tani? Qartë, interesante shumë. Momentalisht je në një raport romantik? Çfarë pyetje direkte? Po si do ti kështu indirekte? Unë jam mësuar me pyetjen. Jam mirë, po Je me dikë? Po çati nuk jam me dikë. Nuk je me dikë. Ja. Pse? Po jam e lumtur. Jam e lumtur kështu. Shiko, je me dikë si me dikë. Jam e lumtur. Po mirë, pra ne duam të dim burimin e lumturisë. Burimi i lumturisë kam punoj, to jam njëri pozitiv. Unë çoj në mëngjes dhe them o Zot, faleminderit për këtë ditë të bukur. Jam shumë romantike te kjo pjesa e jetës. E romantizoj jetën shumë. Te punët e zemrës ke dashuruar ndonjëherë fort ti Pamela? Ke një histori të tillë që se harron, jo për të rikthyer sërish tek ai, po e kujton gjithmonë me nostalgji dhe e quan atë si dashurinë tënde të jetës? Ja, mendoj që dashurinë e jetës nuk e kam gjetur akoma, të madhe që thuhet nëpër filma. Un kam një koncept për dashurinë është pak nuk është shumë i bukur. Ma thuaj. Se unë mendoj që dashuritë e mëdha burojnë nga inferioriteti dhe nga pamundësia. Interesante, ka ma elaboro pak. Do me thënë, të gjitha dashuritë e mëdha që kam lexuar dhe studiuar dhe parë, mendoj që kjo dashuria madhe ka ardhur ose nga pamundësia për ta pasur një person, ose nga inferioriteti që ai ose ajo s'të ka dashur kurrë mjaftueshëm dhe ti e ke dashur. Të gjitha këto romanet, po të lexosh dhe Franz Kafka, këto të gjithë me radhë. Çfarë na kanë thënë ato? Dashuri pa mundur na kanë pasur të gjithë dashuritë e pamundura dhe ndaj kanë pasur aq shumë bujë. Kështu që mendoj që në thelbin më të thellë, se patjetër që njerëzit duhen dashurojnë, kalojnë romanca shumë bukura. Po në thelbin e thellë nuk e shoh dashurinë si kjo gjëja romantike. Mendoj që është diçka që edhe kur të vjen ajo dashuria e madhe, të vjen nga një person që ose ti nuk e do mjaftueshëm, ose ai është pak inferior kundrejt te, nuk po them inferior më shumtuar ose më keq ekonomik, po inferior thjesht në raport ndjenjash, pra ti nuk e ndjen mjaftueshëm. Dhe ai është i çmendur sepse nuk të ka 100%. Se siç ka thënë edhe Elhaj Sufi apo? Jo. Ua më iku emrin shkrimtarit. Pritse do ta gjej. E ka thënë ky jo Dostojevski, Pushkini, njerëz. Pushkini ka thënë që edhe gruaja më e bukur ta kesh në shtëpi, vjen në moment që ti nuk e dashuron dot më. Do të thënë Pushkini dashuronte, do ta them edhe këtë, dashuronte një grua që e donte gjithë elita dhe vdisin për atë dhe ky arriti ta martonte. Dhe kur e martoi, ju neverit në atë lloj pike sa ai dëshironte çdo lloj femre tjetër. Përveç asaj dhe këtë e kam lexuar te editari vet dhe e ka thënë vet, nuk është që Po pra, do të thënë, po themi për dashurinë, do ta çoj, do ta jap librin. Pak pas. Po, do të thënë dashuria është që kur ti nuk e ke, e glamorifikon. Dhe kur e ke? Edhe kur e ke nuk e do më.
Jo se nuk e do më. Pra, nëse kemi ndonjë histori të pamundur dashurie në jetë, mos ndihemi keq, ndryshe. Domethënë ti, a ke dashur, nëse ke dashur fort? Kam pasur, po. Ke dashur dikush në thelb ka qenë pamundur ose inferior ose Gati, po. A jemi dakord bash? Edhe besoj që gjithë të pyetje do ta bëjnë gjithë njerëzit vetes që këtë person e kam dashur shumë. Kush ka qenë problemi? Edhe po të thellohen do dalin te pamundësia dhe te inferioriteti. Po prej të Uizi se po flasim për dashurinë, mbyllë thot Uizi, po prit tash. Reklama thot. Pika mëngjesit. Dëgjoj tash. Mos fut muzikë Uizi, thjesht llogarit reklamat edhe kaq. Dëgjoj. E diti po lexoj ditë një thënie shumë bukur e thoshte pse e dua njerëzit, pse njerëzit ma gjepsen kaq shumë pas hënës, sepse nuk kanë shkuar atje. Po. Dhe I duket wow, hëna. Po pra. Po të shkojnë tek hëna, do I duket thjesht një shkretë të tir, një krater atje, një gjë e shëmtuar. Shu është dhe kjo puna e dashurisë. Absolutisht. Njeriu e dashuron madje ka edhe kështu trendesh në TikTok që thonë që nuk ka rëndësi jo, nëse të bën të lumtur, ajo nuk ka rëndësi gruaja kujt është. Shumë interesante kjo. Po ka kjo. dalë tani një koncept I ri për dashurinë, është bër. Jo se ka dalë, po tani dashuria po merret si diçka momentale. Po ta shohësh si e trajtojnë njerëzit sot dashurinë, nuk e trajtojnë më si të ngushtë, po e trajtojnë si koncept të gjerë. Koncepti I gjerë është që është për qesh, unë se jam dakord, po e kam dëgjuar. Tani, koncepti I gjerë I dashurisë është që ti mund ta duash dikë, edhe mund ta dush fort, edhe të rish edhe ta ndjesh, e nuk ka rëndësi fare. Çfarë ndërton? Çfarë ndërton? Po unë jam dakord me këtë. Është koncepti I ri I dashurisë, I cili është I bazuar vetëm në ndjenjë, jo te ndërtimet. Njerëzit janë kaq budallënj, saqë për shembull bie unë dashuri me ty, ti s'më do mua, mbas edhe nuk e di kur. Unë jam I lumtur në këtë që po përjetoj. Po pra. Po dashuria është egoiste në vetvete. Po pra, se mjafton që unë të dua ty, nuk ka rëndësi, pakën si mendoj nëse ti më do mua. Po Osho ka thënë që do ishte bukur. Më lër të dua dhe nuk ka problem fare nëse nuk më do mua. Shumë e bukur. Sepse në fakt ashtu duhet të jetë. Jo po unë të dua, ti më dua. Jo, është egoizëm e pastaj. Jo, nëse unë e dua si puna. Për shembull ti e do punën si gazetar. Nuk ka rëndësi nëse puna. Po ndoshta puna si gazetar nuk do ty. Po. Por ti vazhdon e bën derisa ti dalësh, është e njëjta gjë. Domethënë, dhe njerëzit e kanë një problem se te dashuria ka lënë shumë shpejt egoizmi, se dashuria dhe vetja janë shumë të lidhura ngushtë. Është shumë egoiste pra. Po janë të lidhura ngushtë dashuria dhe vetja. Kam lexuar një ditë një thënie që më tronditë shumë, që kuptova se egoist është njeriu dhe thoshte kur vdes dikush I joni afër, çajm për vete apo për atë që vdiq. Dhe pasi e lexova dhe elaborova në fakt Pamela, ne qanim për veten tonë. Jo për atë që vdiq. Mua më dhem ndonjëherë. Dhe kjo ishte shumë e thellë. Dhe mua më tronditi shumë. Se ishte pyetje që thjesht e lexova dhe isha shumë kurioz për ta elaboruar. Jo, pra qajm për vete sepse nuk do e kemi më atë. Po. Për këtë qan njeriu. Por një nga do ta mbyllem me këtë, filozofia ime e preferuar e jetës është e bazuar te Camus, Albert Camus, unë vdes për atë shkrimtar, është po. Ai thot Ronaldo që në gjithë absurditetin e jetës, se jeta është absurde, se ne jemi, domethënë jemi absurd që pse jemi këtu, çfarë po bëjmë, se po do vdesim një ditë, është absurde. Dhe ai thot që në të gjithë absurditetin e jetës, nëse disa vdesin disa vendosin të japin fund jetës, ose disa vendosin të hyjnë në pesimizëm të thellë, unë zgjedh të jemi lumtur. Pra, Camus thot që unë zgjedh të dal në mëngjes, të shoh diellin dhe të jemi lumtur. Pavarësisht se nuk e di pse është ky diell dhe pse jam unë përballë të diellit dhe pse po e shijoj unë ngrohtësinë e diellit. Ndoshta nuk duhet ta dim, se lodhemi kot. Dhe në gjithë absurditetin e jetës dhe të dashurirave dhe të tradhtirave dhe të çdo gjë që na rrethon, ne duhet që jetën ta duam dhe të jemi të lumtur. Kjo është filozofia. Unë jam me këtë parim. Duajeni, dashurojeni fort edhe nëse ai apo ajo nuk e di, edhe nëse ai apo ajo nuk ju dua mbrapsht. Nuk ka rëndësi. Rëndësi ka si e përjetoni ju dhe sa larg e çon në botën tuaj imagjinare romantike. Faleminderit Pamela. Dashuri platonike. Po shumë e bukur është. Faleminderit që ishe në program. Të uroj shumë fat edhe një të hënë edhe javë të mbarë në vazhdim. Mirë, kemi arritur në fund duke falendëruar Uizi DJ Pamelën, ju që na dëgjuat, ritakohemi nesër.